Edhe sot nuk është thirrur seanca për konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Edhe sot, Kosova vazhdon pa institucione të konstituuara. Dhe kjo duhet të na alarmoj të gjithëve. Ne jemi zgjedhur për të punu. Por si deputet, në vend që të jemi në seancë duke u marrë me problemet e juve qytetarë, jemi duke kërkuar që shteti të funksionojë së pari. Asnjë fitore zgjedhore nuk i jep askujt të drejtën ta vendos veten mbi Kushtetutën e Republikës Kosovës. Asnjë lider nuk është mbi shtetin. Asnjë parti nuk është mbi Kosovën. Ajo që po ndodh këtu është një krizë shtetërore e shkaktuar nga partia se cilës qytetarët ja kanë dhënë përgjegjësinë për të konstituuar institucionet, por që në realitet ka vendosur ta mbajë krejt shtetin ton peng. E pasojat i ndjen pacienti që pret trajtim dhe mjeku që punon në kushte të vështira. I ndjen polici, ushtari, zjarrfiksi që mbrojnë vendin por vazhdojnë pa sigurim të mirëfillt shëndetësor dhe jetësor. I ndjen mësuesi, studenti që pyet a ka të ardhme këtu më, fermeri që pret mbështetjen e shtetit për cilën ka shumë nevojë, biznesi që kërkon stabilitet për të zhvilluar. Jo qytetarët e Republikës Kosovës, po e paguni çmimin e një shteti që nuk po lejohet me u funksionalizu. E rreziku që po i kanoset Kosovës son dhe demokracisë që më atë shumë mund e sakrificë e kemi kriju, është shumë i madh. Demokracia nuk zhbëhet domosdoshmërisht brenda një nate. Ajo fillon të dobësohet kur një lider nuk i pranon më kufit që ja vendos Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Kur kuvendi mbahet jo funksional dhe s'ka mbikëqyrje. Kur pushteti përqendrohet gjithnjë e më shumë dhe institucionet që duhet ta kontrollojnë atë dobësohen. Këto janë shenja të rrezikshme dhe paralajmëruese të rrëshqitjes drejt një autokracie. Dhe ne nuk duhet të normalizojmë këto shenja. Sot nuk përkërkojmë privilegje, po kërkojmë diçka shumë elementare, të funksionoj shteti ynë. Prandaj kurti, thirrë seancën, konstitua kuvendin, respekto Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe lëri institucionet të bëjnë punën e tyre dhe neve si deputet për atë që na ka zgjedh çdo qytetar. Sepse Kosova nuk është pronë e një lideri. Kosova u përket qytetarëve të saj, të gjithëve. Dhe askush, absolutisht askush, nuk ka të drejtë ta mbajë peng të ardhmen e saj. Faleminderit.